Por ndërlidhjes vendosja e masave të importit në raport me Republikën e Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinë. Me që edhe materialin e kam marrë, pra e kemi marrë edhe janë plotësu kushtet që kja temë, pra të diskutohet si pike e rendit ditës edhe për vendim, atëre besoj mujmë, po a ka dikush tjetër për rendin e ditës në një temë, nëse jo, propozoj pra që të kalojmë në aprovim të rendit ditës me pikën e parë, pra vendosja e masave, si u qyten minister, masat në importe, pra nga Republika e Serbisë dhe Republika e Bosnjë e Hercegovinës, kush është për rendin e ditës. Faleminderit, vot kundër a ka, jo, abstenim, jo, konstatoj pra që u aprovu e rendit ditës, edhe fillojmë me pikat e rendit ditës, pra fillojmë tani me pikën e re të rendit ditës, vendosja e masave nda importeve nga Republika e Serbisë dhe Republika e Bosnjë e Hercegovinës, për fjallë është Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, pra është Ministri Ender Çala. Ministër Çala, fjalla për ju. Faleminderit, kryeministër, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, me kërkesën e juaj, zoti kryeministër, për vendosjen e masës në importe, MTI ka bërë analizën e duhur të produkteve të cilat e dëmtojnë në masë të madhe tregun në Republikën e Kosovës. Andaj MTI propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës që të marrin masa në importe të gjitha produkteve të Republikës së Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës. Unë do t'i ceku vetëm një pjesë të atyre listë, do të për që ministra ta kenë qartë, për masa propozohet, masa 10% propozohet për të gjitha produktet e prodhuara dhe të cilat kanë origjinë të Republikës së Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës, duke përjashtuar këtu produktet me brende ndërkombëtare, do thotë të cilat prodhohen në dy shtete. Unë po potencoj vetëm disa nga ato, do thotë qumshti dhe produktet e qumshtit, mollat, produktet higjienike, tekstili, mielli nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, materiali ndërtimor, biskotat e ëmbla, lëngjet duke përjashtuar brendet ndërkombëtare, medikamentet, uji, alkoholi, produktet e duhanit, edhe këto duke përjashtuar brendet ndërkombëtare, makinerit, do thotë të gjitha produktet pa përjashtim, të cilat prodhohen në Republikën e Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës. Kjo mos tarifore 10%, i nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, është praktike bazuar edhe nga organizata botërore e tregtisë, andaj unë juftoj ta miratoni këtë propozim. Faleminderit. Faleminderit i nderuar ministër Çala, atëre e hapi për diskutim, nëse ka për diskutim, urani, është për fjalë është lajmëruar zëvendës kryeministri Hoxha, zëvendës kryeministër. Faleminderit shumë zoti kryeministër, nderuar zoti kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë të kabinetit qeveritar, mbështetjet plot të propozimit nga ana e Ministrisë së Tregtisë, për te shpjegimit që bani ministri, i cili është shumë i detajshëm dhe shumë profesional. Serbia është duke shpërndar shumë të mëdha paras që ta godas sovranitetin e Kosovës, një pjesë e madhe e këtij buxhetit, të cilin e përdor Serbia vjen si rezultat i tregtisë me vendin tonë. Prandaj dhe vendimi për masa ekonomike është mbi gjitha vendim që i mbron interesat e shtetit, integritetin dhe sovranitetin tonë të brendshëm dhe të jashtëm. Është përgjegjja më e mirë në raport me sjelljen destruktive dhe anti-evropiane të Serbisë dhe mendoj që ky vendim, tash po ju hi kolegëve në fushë, mbron edhe interesat e prodhuesve në Kosovë, i jep mundësi zhvillimit të tregut vendor. Produktet tona janë cilësore, sikur se produktet tjera evropiane. Prandaj dhe ftoj qytetarët që sot e tutje sa më shumë blejnë prodhime vendore, ndërsa besoj që Ivica Dačićit valiqe do të jetë më e vogël edhe pak më e hollë për luftin kundër Kosovës. Faleminderit zëvendës kryeministër Hoxha, nëse ka të tjerë për diskutim, urdhani ju lutem, nëse jo, atëherë besoj që s'ka të tjerë, propozoj që të kalojmë në aprovim, kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka, jo, abstenim, jo, konstatoj pra që qeveria sot vendosi pra masat në
importet ose mallat nga Serbia edhe Bosnia me përjashtim pra brendeve ndërkombëtare, besoj Coca-Cola nuk I kanë vendosur mas. Edhe që është me rëndësi të dihet kjo, kuptohet tani këtë vendim të qeverisë obligohen institucionet përkaqe, si dogana, si institucionet tjera, që të gjitha, pra me e respektu. Kaloj me pika tjera të një ditës, jemi pra në pikën e parë, kjo ishte pikë e re, tash në pikën tjetër, pra shqyrtimi I projekt ligjit për aderimin e Kosovës në shkollën rajonale të administratës publike Reshpa, është Ministri I Administratës Publike, është Ministri Maheri Akqilar, Ministri Akqilar, fjala për ju. Faleminderit, nderuar kryeministër, të nderuar zonës kryeministra, ministra, zonës ministra, me lejoni të informoj se Ministri I Administratës Publike, duke bazuar në rregullorin e punës së qeverisë, ka përfunduar të gjitha procedurat për hartimin dhe shqyrtimin e projekt ligji për aderimin në marrëveshjen për themelimin e shkollës rajonale të administratës publike Respa, me selinë në Danilov në Malzi. Ky projekt ligj ka për qëllim aderimin në shkollën rajonale të administratës publike dhe me këtë aderim Republika e Kosovës do të avancon statusin e saj në arenën ndërkombëtare duke qenë pranishme në forumet rajonale dhe ndërkombëtare shumëpalëshe. Në fakt, ky është riprocedimi I ligjit në fjalë, sepse projekt ligji nuk ka kaluar në votim në parlamentin me 2/3 votave të deputetëve. Tash është projekt ligji plotësuar edhe me deklaratën e Kuvendit të Kosovës për çështjet e përfaqësimit të Republikës së Kosovës në bashkëpunime rajonale dhe deklaratat e bordit të Respës sa I përket funksionimit. Në këtë aspekt ju ftoj që të votoni projekt ligjin në fjalë për me procedu matutje në aprovim në Kuvend. Ju falenderit. Teşekkür Ministri Akqilar, faleminderit. E ndëgjuam pra argumentimin e Ministrit Akqilar, kërkon dikush fjalën për diskutim. Po, të lutem, zëvendës kryeministri Hoxha, zëvendës kryeministri Hoxha. Faleminderit zotë kryeministër, nderuar zotë kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, kolegë ministra. Ministri Akqilar edhe unë njohim këtë temë ka herët. Kjo projekt marrëveshje është kthy disa herë prej Kuvendit të Kosovës, unë pash draftin e marrëveshjes. E kisha lutë ministrin mos më referu 1244-shit, se mund të përfundojmë përsëri njëjtë, nëse kam gabim, në preambul e këtij tekstin. Ne jemi antrasu në Respa në vitin 2012 ose 2013, me qëllim që mos kthehet për herë të tretë në qeveri, ndoshta është mirë që në vendim të qeverisë ta modifikojmë. Minister, nëse ka formul të Ministri Akqilar, fa ju kuptoj, nëse ka formul që propozimit qohet pa referencat, në 1244 e qojmë, nëse jo nuk e qojmë fare. Po, ashtë një minister I Republikës Kosovës pas 17 shkurtit 2008, nuk u gjanë, pra, me ju referu venit vetë, ndryshe vesh nga ajo që e ka shpall 17 shkurtit, pa parësia e venit, edhe nuk u gjojmë mu referu në forma tjera, edhe du të bëjmë kujdes. Pra, njëherë kemi qenë mjaft kritiku në parlament, ju dini, me drejt nga deputat, zguxojmë ma me përsërit njëjtën. Irosh nëse mundeni me çu propozimin pa këto referime, po, nëse jo. Tash ti ju doni me na tregue, a mundeni me çu propozimin pra pa referim 1244 që të votojmë, nëse jo, atëre nuk e çojmë fare. Faleminderit. Sa I përket referencës nuk është edhe nuk s'duhet të jetë, sepse në marrëveshjen e rajonale antarësohen vetëm antarët të cilat kanë pranuar. Por marrëveshja kur është filluar atëre është filluar me UNMIK-un, por UNMIK-u kur nuk ka nënshkruar këtë marrëveshje edhe tash jemi në fazën aderimit. Tash ministre, na nuk kemi nevojë me bo më shkencë se sa që është. Nëse ti dohesh me u antarësu si Kosovë, të kërkoj që në materialet përcjellëse mos me figuru kërkon 1244. Nëse mu e çon çështo, po votojmë sot, nëse jo, faleminderit, nuk votojmë sot. Po të lutem. Ajo se çfarë ka ndodhë në 2003 apo të 2004 kur po I referohet me drejt Ministri Akqilar ka qenë pjesëmarrja e Kosovës. Dhe në organizata ndërkombëtare dallon pjesëmarrja dhe antarësimi. Prandaj për neve pjesëmarrja nuk ka asnjë vlerë, po ka vetëm procesi I antarësimit, me sa e di unë, në veç se jemi antar, në veç
në veç unë Besadin e imantar, ne më ndërsu. Për te kësaj, vlen një marrëveshje që kemë ba me Bashkimin Evropian, marrëveshje Asterixit, e cila rregullon edhe këtë çështje. Dhe ajo marrëveshje rregullon antarësimin e këtyre organizatave të mundshme rajonale, ne jemi antar të 60 organizatave, kështu që i kisha lutur juristat ta bëjnë zgjidhje, por mos ta çojmë në Kuvend të Kosovës në formën se si është preambula, ndërsa në kam mirë kuptimin se po tingëlloj si me qenonën e kundërt, e kam mirë kuptimin se çfarë po thu, po nëse do me kalu është mirë çfarë thotë kryeministri, ose ndryshohet preambulën, ose pe them rapën. Me leje, a shkon pa preambula jo, ta dim, a me qitë në votim. E qka është ajo që je dakord, në falë? Atere, kush është për me votu pa preambulën dhe pa ato tema që i referohen dhe me 4-4? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo, abstenim, jo, konstatojmë pra shumë aprovuem. Jemi në pikën 2 të rendit ditës, shqytimi i propozim vendimit për aprovimin e inkasimit të fondeve të paalokuara në buxhetin e Republikës Kosovës sipas njoftimit nga Fondi i Kursime Pensionare të Kosovës sipas gjendjes në fund të vitit 2018. Është Ministria e Financave, është Ministri Bedri Hamza, Ministri Hamza, fjala për ju. I nderuar zotë kryeministër, nderuar zënës kryeministra, nderuar ministra, zënës ministra, ju informojmë se kemi pranuar shkresën njoftimin mbi fondet e paalokura nga Fondi i Kursime Pensionale të Kosovës me datën 22/10/2018 nga Bordi Drejtues i Fondit Kursime Personale të Kosovës në lidhje me kontributet të cilat i ka pranuar para më shumë se 6 vjetësh dhe për të cilat deri më sot nuk janë arritur të identifikohen pronarët. Me këtë rast, Bordi Drejtues i Fondit Kursime Personale të Kosovës e njofton qeverinë e Kosovës se janë shtrirë mundësitë që të identifikohen pronarët e kontributeve të targetuara nga data 1 tetor 2011 deri më 31 tetor 2012 dhe të cilat kanë ngelur të pabarazuar deri në datën e kësaj shkrese. Bazuar në njoftimin e Fondit Kursime Pensionale të Kosovës në pajtim me ligjin numër 04/L101 për fondet pensionale në Kosovë, juftoj të aprovoj vendimin për inkasimin e fondeve përkatëse në buxhetin e Republikës të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit Minister Hamza, e ndëgjuam argumentin e Ministrit Hamza, e kërkon dikush fjalën për diskutim. Atë nëse s'ka për diskutim, propozoj pra që të kalojmë në aprovim, juftoj për aprovim, kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka? Jo, abstenim, jo, konstatoj pra që u aprovu propozim vendimi i paraqitur në pikën 2 të rendit ditës, pra e lidhur me aprovimin e inkasimit fondeve paalokuara në buxhetin e Republikës Kosovës sipas njoftimit nga Fondi i Kursime Pensionale të Kosovës sipas gjendjes në fund vitit 2018 që paraqiti Ministri Hamza. Jemi në pikën 3, është shqyrtimi i propozim vendimit për kursime, ndarje dhe transfere buxhetore të organizatave në pajtim me nerin 15 të ligjit për buxhetin, është 2018, pra Ministria e Financave është Ministri Bedri Hamza, Minister Hamza, fjala për ju. I nderuar zotë kryeministër, nderuar zënës kryeministra, të nderuar ministra, zënës ministra, konform paragrafit 3 të nenit 15 të ligjit për buxhet të Republikës Kosovës për vitin 2018, ku thuhet se kur organizata buxhetore ka në shpenzim krahasuar me plana rrjedhëse parave të dorëzuar në thesar, ministri mundet gjatë 3 mujorit të fundit të vitit financiar me aprovim parapra nga qeveria të autorizoj shkurtimin e ndarjes buxhetore për të gjitha kategoritë e shpenzimeve të asaj organizate buxhetore, duke përjashtuar të hyrat vetanoke, të hyrat e dedikuara dhe huamoret dhe të transferoj ato brenda po të njëjtës organizate buxhetore apo të transferoj andore tek një organizatë tjetër buxhetore, duke përjashtuar të gjitha paragrafet dhe nenet të cilat kufizojnë transferet buxhetore. Këto mjete nuk mund të transferohen për projekte të reja kapitale. Lidhur me këtë çështje, Ministria e Financave ka analizuar dhe përgatitur materialet për propozim vendim për kursime dhe ndarjet në kuadër të kategorive ekonomike në nivel qendror dhe në shtoq është e bashkangjitur edhe specifikacioni i këtij vendimi dhe ju kisha lutur që ndërkohë është lindë një nevojë e re të shtohet këtij propozim vendimi që të kemi edhe një transfer prej Ministrisë së Punëve të Jashtme në Agjencionin Kosovar të Inteligjencës në shumë prej 600.000 euro. Faleminderit, do të thotë i nderuar ministër, argumentimi i ministrit Fesndodhi përfshirë këtë transferin e fundit, e kërkon dikush fjalën, nëse ja juftoj për aprovim, kush është për?
Faleminderit. Vot kundër ka, jo abstenim, jo konstatoj se u aprovun pra propozimin vendimi për kushimin e ndaje transfere buxhetore të organizatën pajtimenim 15 ligjit për buxhetin 2018 përfshirë transferin nga Ministria e Jashtme në AKI për 600.000 eurove. Jemi tani pikën 4 të një ditës e shqyrtimi propozim vendimit preliminar për shpronësimin e pronave të palujshme i shoqërore, të cilat preken nga ndërtimi i qarkores Gjakovës, zgjerimi i rrugës Gjakov Prizren, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është Ministri Fatmir Matoshi. Ministri Matoshi, fjala për ju. Faleminderit nderuar kryeministër, nderuar kabinet qeveritar. Sot kam derën t'ju propozoj që të aprovojmë vendim ekzekutiv me cilin miratohet vendimi preliminar për dëshmërinë e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të paluajtshme i shoqërore sipas kërkesës komunës së Gjakovës, e të cilat preken nga ndërtimi i qarkores së Gjakovës. Zgjerimi rrugës Gjakov Prizren, zona katastrale Zidi Sajtagës 1, Zidi Sajtagës 2 dhe Gjakov jashtë qytetit komuna e Gjakovës sipas tabelave përshkruar nga evidencat katastrale përkatëse për titullarët e pronave të paluajtshme, pozitën e tyre në kuadër të projektit të interesit publik, si dhe sipërfaqeve të tyre. Faleminderit ministër Matoshi, e ndëgjuam argumentimin e ministrit Matoshi. E kërkon dikush fjalën për diskutim? Nëse jo, propozoj të kalojnë në aprovim. Kush është për? Faleminderit. Vot kundër ka? Jo. Abstenim jo. Konstatoj pra që aprovue propozimi i ministrit Matoshi, që u paraqit në pikën 4, tani në pikën 5, është shqyrtimi i propozim vendimit për ndalimin e përdorimit të ngjitët për ngroje në objekte të institucioneve publike. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministri Fatmir Matoshi. Ministri Matoshi, fjala për ju. Faleminderit nderuar kryeministër. Në emër të Task Force-s për ajrin dhe Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, i propozoj qeverisë që të marrë vendim për ndalimin e përdorimit të thëngjillit për ngroje në objektet shkollore të institucioneve publike në nivelin qendror dhe lokal. Kërkoj që Ministria të obligoj institucionet qendrore dhe ato lokale për zbatimin e këtij vendimi. Urdhani për fjalë, kush është i lajmëruar? Po, urdhë, Ministër Bityçi. Faleminderit kryeministër, të nderuar zënës kryeministër, të nderuar ministra. Vetëm sa të informim, ne si Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka kohë që e kemi marrë vendimin dhe e kemi ndaluar përdorimin e thëngjillit nëpër shkolla. Fjala është vendimi jon ka qenë diku në muaj prill, dhe tashmë e kanë këtë format shkollat, vetëm sa për informim. Dikush tjetër e kërkon fjalën për diskutim, zëvendëskryeministër Gashi, edhe ministër. Faleminderit, zoti kryeministër, natyrisht është vendim me qëllim të mirë, po duhet pas parasysh edhe presioni që i shtohet shkatërimit pyjeve, që është veç në nivel alarmant. Do të duhet me pas parasysh nëse diçka posajojmë, dhe krijojmë një problem të ri, që është ndoshta më serioz se ky tash, do të duhet shikohet gjinën. Po, gjinën zgjidhje tjera, jo do të ad hoc të zgjidhet një problem sa për publicitet, po jo në realitet të zgjidhet një problem afatgjat. Prandaj kisha propozuar që mos merret ky vendim sot pa u analizuar do të thotë se çka janë të mirat dhe të këqija këtij vendimi. Faleminderit. Dikush tjetër e lidh fjalën? Ministër, a dëshironi që të una, ju lutem. Faleminderit nderuar kryeministër, vetëm për sqarim, ishte një gabim i shkurt për institucionet shkollore, sepse Ministri Bityçi këtë vendim e ka marrë qysh më herët dhe unë e kam përmend edhe në qeveri dhe e kam falendëruar për këto, dhe njëkohësisht unë qëndroj prapa kësaj kërkese që qeveria sot të vendos për ndalimin e përdorimit të thëngjillit nëpër institucionet publike me qëllim të ruajtjes së shëndetit të qytetarëve, me qëllim të ruajtjes së cilësisë së ajrit në Republikën e Kosovës, në veçanti në qytetin e Prishtinës, ku në sezonën e dimrit kemi një ajër jashtëzakonisht të ndotur dhe shpesh herë jemi vendi me ajrin më të ndotur në botë. Të dhënat që ne kemi tregojnë që thëngjilli është një prej shkaktarëve kryesor dhe djegja e tij është një prej shkaktarëve kryesor të ndotjes së ajrit. Vendimi sot ka të bëjë vetëm me institucionet publike, sepse ka ndodhur që shpesh herë që ne të kërkojmë nga qytetarët mos të përdorin mënyra tjera alternative për ngroje, ndërsa kemi pranuar video qoftë edhe nga Kuvendi i Kosovës ku
digjet thëngjilli për ngroje. Kjo nuk është një pamje mirë, nuk i bën derë institucionet tona që thëngjilli të përdoret për ngroje në to dhe mendoj se shembull e portë të heqë. Na ke bin, faleminderit shumë. Gjithashtu, Kryeministër, veç edhe 20 sekonda nëse ka mundësi, kisha kërku prej Ministrisë të Infrastrukturës që sa më shpejt filloj zbatimin e udhëzimit administrativ 8/2016 për normat e lejuara të shkarkimeve në ajër nga burimet e lëvizshme të ndotjes në mënyrë që të reduktojmë ndotjen që vjen nga veturat e vjetra. Faleminderit shumë. Faleminderit, Ministër Matoshi, pra ju ftoj për aprovim, kush është për? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo, abstenim. Konstatoj që u aprovu propozim vendimi për ndalimin e përdorimit të thëngjillit për ngroje në objektet e institucioneve publike, pra në të rast. Jemi në pikën 6 të një ditë, shqyrtimi i kërkesës së komunës së Mitrovicës Veriore për tërheqjen nga procesi i privatizimit prona shoqërore dhe kthimin në pronësi të komunës për qëllim të realizimit të interesit publik. Zëvendës Ministri Beqir Feyzullahu, Zëvendës Ministri, Ministria Administratës dhe Pushtetit Lokal, urna Zëvendës Minister. Faleminderit Kryeministër, i nderuar Kryeministër, Zëvendës Kryeministra, Ministra, Zëvendës Ministra. Më lejoni që t'ju informoj se Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal ka pranuar kërkesë prej komunës së Mitrovicës Veriore për tërheqjen nga procesi i privatizimit dhe kthimin e pronës në pronësi të komunës, e cila aktualisht është nën administrimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit me qëllim të realizimit të interesit publik në komunën e Mitrovicës Veriore. Kompenzimet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit në shumën prej 20% të vlerës së pronës sipas vlerësimit për të kompenzuar punëtorët e kualifikuar të ndërmarrjes shoqërore, si dhe kërkesat e kreditorëve nga procesi i likuidimit deri në shumën e përgjithshme të vlerësimit do të bëhet sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Duke marrë parasysh atë që është thonë më lart, Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal kërkon nga Qeveria e Republikës Kosovës konform ligjit 04/444 përdhënie në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së palëqme të komunës në enin 12 paragrafi 4 në bashkëpunim me Agjencionin Kosovar për Privatizimit të marrë vendim për kthimin e pronave të komunave të lartësekur me qëllim të realizimit të interesit publik.
Faleminderit I dashur minister. Zëvësh minister, a do ndikush fjalën për diskutim të këtyre temave, të thotë janë disa shqetësime, zëvësh minister, si hetum, pra kanë bojnë me këtë procedurat e matejme, ju lusim që çdo procedurë pa ta përcjellin bazë ligjit, ju edhe palë tjera të përfshime, të rast AKP, komunat. Kush është për? Unë jam për, nëse ka tjerë mirë, nëse jo për. Ministr, nëse pesho që unë I dhash vesh shërova procedurat që këmon nga AKP-ja, të mënë shumë vedime kena kalu, nëse ka hezitime, na mund të tërhiqim se kemi edhe 2 komuna tjera, Rani Lukën edhe Plokotin. Që shdoni? Jo, unë më erët thash që janë do procedura tjera dhe në morën e vendimit, nuk konë e ka rrezikuj madhë që për gjitha komuna tjera, po... I kena kryj këtë tjera, dhe e thopi kryj. Ani, atëre, me gjithë atë pra po e hedhim në aprovim, ma shikoni konsenzus, kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka, jo, abstenim, jo, konstatoj pra sa aprovu e propozimi si ishte në pikën 6, jemi në pikën 7, tani është shqyrtimi I kërkesës së komunës së Rani Llukut për të hequr nga procesi I privatizimit pronave shoqërore dhe thimin pronësitë komunës për qëllim të realizimit të interesit publik, Ministria e Administratës dhe të pushtetit lokal, administrimit të pushtetit lokal, zëvësh ministri Beqir Feyzullahu. Faleminderit, kryeministër, I nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Ne kemi pranuar si Ministria e Administrimit të pushtetit lokal edhe një kërkesë për komunës së Rani Llukut, që është e njëjta natyrë, sigurisht e komuna paraprake. Procedura është e njëjtë, atëherë ftoj kabinetin qevetar për miratim aprovim. Faleminderit, zëvendës ministër Feyzullahu. A ka për diskutim? Nëse jo, propozoj që të kalojnë në aprovim, kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka? Jo, abstenim, jo, konstatoj pra se u aprovu shqyrtimi I kërkesës së komunës së Rani Llukut. Tani jemi në pikën 8, shqyrtimi I kërkesës së komunës së Plokotit për të hequr nga procesi I privatizimit pronave shoqërore dhe thimin pronësitë komunës për qëllim të realizimit të interesit publik. Është prapë Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal, zëvendës ministri Beqir Feyzullahu, urdhër zëvendës ministër. Faleminderit kryeministër, nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministër. Domari kemi si Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal kemi pranuar kërkesën edhe prej komunës së Plokotit për tërheqjen nga procesi I privatizimit pronave shoqërore për interes publik. Ata ftoi kabinetin qevetar për aprovim. Më fali, kërkoj pra qes në aprovim, kush është për? Faleminderit, a ka vot kundër? Jo, abstenim, jo, konstatojmë se u aprovu edhe kërkesa e komunës së Plokotit, a? Tasha? Po. Atëre, jemi pra
në pikën 9 shqyrtimi propozim vendimit për emrimin e drejtorit përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të akreditimit të Kosovës në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Është por temën e paraqit Ministria e Administratës Publike është Ministri Maher Jakçillar. Ministri Jakçillar, fjala për ju. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zonës kryeministra. Ministra më lejoni të informoj për procesin e emrimit të drejtorit përgjithshëm të akreditimit të Kosovës në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Në pajtim me nenin 15 të ligjit për shërbimin civil dhe nenin 8 të rregullorës për procedurat e emrimit në pozita të larta drejtuese në shërbimin civil, Ministria e Administratës Publike ka shpallur konkurs me 13 korrik këtij viti për vend punë drejtori i përgjithshëm të akredimit të Kosovës në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Sipas ligjit dhe rregullorjes, Ministria e Administratës Publike ka formuar komisionin për vlerësimin e kritereve për kandidatët të cilat kanë aplikuar propozitën e lartë drejtuese në MTI. Në përbërjen e komisionit sipas ligjit edhe dispozitat ligjore në fuqi kanë qenë 3 sekretarët përgjithshëm edhe përfaqësuesi nga fakulteti dhe shoqëria civile. Komisioni ka shqyrtuar dhe vlerësuar 11 aplikacione dhe prej tyre 9 janë selektuar për listë kusht, pasi që kanë plotësuar kushtet të përcaktuara me konkurs, gjithashtu është realizuar intervista me gojë. Komisioni për vlerësimin e kritereve në bazë të rezultateve të treguara gjatë intervistës ka rekomanduar këta 3 kandidatët më të mirë për procedurë të mëtejme: Gentiana Islamaj, Valun Jakaj, Bebi Berisha. Kandidatët e propozuar për procedurë të mëtejme janë publikuar në webpagjen e Ministrisë së Administratës Publike dhe pas publikimit është respektuar afati 8 ditor për ankesa. Gjatë këtij afati MAP ka pranuar vetëm një ankesë nga një kandidat që nuk ka hyrë në treshin e më të mirëve, e cila ankesa pas shqyrtimit nga Komisioni e Ankesave për pozitat të nivelit lart drejtues është refuzuar. Në pajtim me ligjin dhe rregullorjen, Ministri i Ministrisë për Tregti dhe Industri në këtë rast si kandidat të preferuar propozon zonjën Gentiana Islamaj. Sipas nenit 14.3 të rregullorës, qeveria miraton kandidatin preferuar në pozicionin përkatës për një mandat 3 vjeçar. Faleminderit Ministri Jakçillar, ndëgjuam argumentimin e Ministrit Jakçillar për procesin tërësi edhe për kandidatin e preferuar, që në të rast është zonja Gentiane Islamaj. Kërkon dikush fjalën? Nëse jo, propozoj të kalojmë në aprovim. Kush është për? Faleminderit, vot kundër ka? Jo. Abstenim? Jo. Konstatojmë pra se u aprovu. Jemi në të ndryshme edhe në të ndryshme kam një pyetje për Ministrin e Kulturës dhe Ministrin e Financave lidhur me stafin në rezidencën edhe në memorialin Ibrahim Rugova. A është e mundur që ky staf nga kontratat e përkohshme të përfshihet në status të përhershëm? I kemi pra është praktik në disa memoriale ka staf, ka pas edhe është praktik, duke qenë se edhe është ndani shumë buxhetore e caktuar, edhe ju lutem nëse mundeni na ndihmue, cili ta vlerësoni i pari. Fjala është e juaja. Faleminderit kryeministër, të nderuar kryeministër, të nderuar zonës kryeministër, kolegë ministra. Sa i përket 12 punëtorëve të angazhuar në rezidencën e Ibrahim Rugova, në fakt këta janë me marrëveshje mbi shërbime të veçanta, kështu i kemi gjetur dhe kështu janë aktualisht duke u paguar. Kurse sa i përket kalimit në punëtorë të rregullt, sigurisht që do të koordinohemi edhe me Ministrinë e Financave, po natyrisht nëse vendoset për me rritë edhe 12 vendet punës, gjithë këta punëtorë duhet të nënshtrohet konkursit për pranim. Faleminderit i nderuar Ministër Gashi. Ministri i Financave dëshiron edhe ju lutem. Faleminderit zotë kryeministër, sa i përket aspektin ndikimit buxhetor, thuaj se kjo ka ndikim buxhetor neutral, sa ata ashtu janë të paguar, po ndron forma, po nëse Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit merr vendim që këta mi kalun punëtor të përhershëm, do të vetëm ta kërkoj këto në mes 2 lexime në Komisionin për Buxhet dhe Financa që të rritet numri i punësuesve dhe pastaj ndrohet struktura buxhetit dhe të kalohet prej pozicionit mëdha shërbime në të rritet pozicioni pagave. Do thotë teknikisht mund të modelohet zgjidhje, kjo është ndosje so vite, janë të paguar që so vite, ndërsa për pjesën tjetër tha edhe ministri i zoti Gashi, po besoj që të koordinojnë mund me në këtë proces, a ndikimi është sa i përket shpenzimit paras publike i njëjta, shpenzohet prej pagave, po për marrë shërbime është shpenzimi paras publike.
Faleminderit Ministër Hamza. Në çështu Ministër Gashti ja vlerësoni të mundshme pra në ndërmarrje veprime duhur që këta të pen staf përhershëm, ju lutem te komisioni. Faleminderit atëre, a ka nevojë për aprovim qeveri kjo apo shkon e mirë? E kam edhe një temë në të ndryshme, edhe më lejoni se e palajmërume, po a muj me eshtim as pari në ditës, edhe me kërku për krajen e juj, është me u ndryshu edhe plotësu rregulloja numër 02/2011 për fushat e përgjegjësitë administrative të zëvendëskryeministit dhe ministrive, me ndryshimet e plotësimet për kace. Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme pra të shtohen edhe 3 këshilltar politik. Arsyeshmëria është e bazuar jo sheni intensitetin e veprimeve të jashtme diplomatike edhe sfidat me cilat po përballem për plot tema. Po sfidimisht ju pysha muj me shtinë në ditës e pastaj ju pysha edhe për aprovim. A kem drejt me shtinë në ditë mas pari këtë temë? Kush është për me shtinë në ditës për diskutim? Faleminderit. Nikosisht, ai nuk ka implikime financiare, pra tema e paraqitur, për shkak se nuk ndryshon në parametrat buxhetor, po ju lutem atëherë kush është për plus ndryshimin e shprehur. Faleminderit. A ka vot kundër? Jo. Abstenim? Jo. Konstatoj pra se u aprovu. E shkojmë mbyllën mbledhjen e qeverisë. Faleminderit shumë. Jam i juj. Tavlan Tosmani prej Kallzovikom. Kryeministri e patëm kancelarin austriake sot vizit dhe në konferencën që pat përbashkë me presidentin e Republikës, tha që mbështet çfarë do marrëveshje që arrin dy presidentët. Presidenti tha që dim se çfarë marrëveshje po do të marrit, diçka që ju spajtoni. Çka biseduat në atë mbledhje kur ju takut rreth gjysore më vonë, edhe pyetja e dytë, disa muaj më parë pati marrë vendim në qeveri që çdo ministër që udhton jashtë vendit, kur të kthehej do të raportoj. Nuk kemi pa as në raportim të ndonjë ministri apo zonës kryeministri në mbledhjet e qeverisë për vizitat jashtë vendit. Mund na përgjigjeni për të. Faleminderit. Faleminderit. Do të thotë nuk ka dilemë që Austria është një aleat i Kosovës. Edhe kancelari Kurz e dëshmoj këta, edhe në ardhjen, vetë ardhja, pra vetë vizita, është shumë domethënëse. Tani është jo vetëm pra kancelari Austrisë, po është edhe kryesuesi Besh, edhe mendoj që kjo është më rëndësi. Pra në agjendën e tij në rajon, po Serbisë kishte edhe Kosovën. Pastaj e falenderoj shumë për votën pro Interpolit, antarësimit të Kosovës në Interpol, një votë shumë e rëndësishme.
Austrisë, si kryesuese BE-s, është edhe porosi për vende tjera të BE-s atë. Qofshin edhe jo njohsh ato, se flet shumë kjo, kur kryesuesi i BE-s formalisht sa i përket dialogut me Serbinë, jemi të interesuar që të arrihet një marrëveshje ligjore obligative për njohje, ajo sa rrihet me ndarje. Ju kam thënë disa herë, e dua përsëris të gjitha ato definicionet të markim, korrigjim, shkëmbime, tjera, janë vetëm mbulesë që Kosova më jep një pjesë territorit vet Serbisë në shkëmbim të njohjes. Kjo nuk është zgjidhje, kjo është kthim prapa dhe është thirrje për tragjeditë të kaluamës. Edhe kjo është qëllim që ja ku shpjegua edhe kancelarit sot gjatë bisedës sonë me respektim më të madh. Po. Tani, si qoni ne përshkojmë me kujdesim më të madh në partneritet, i kem kalu 2 etapa shumë të rëndësishme të procesit liberalizimit vizave, atë të Komisionit të Parlamentit. Tani jemi në ato procedurat me hy në agjendë në Koreps, si i thonë, e pastaj në Këshill të Ministrave. Si qoni, po punojmë që me hy në agjendë, tash problemin e kemi që me hy në agjendë. Dikush thot, nashta sa më jemi si tash, nashta më jemi ma vonë, e kështu me radhë. Jemi duke punu, nuk ka një jo për këtë temë, po është një skepticizëm, pra jemi duke punu në këtë temë. Kemi pas, do të thot na, edhe sa i përket ushtrisë, qani tani ka plot skeptik në plot tema, po Kosova pashtu duhet të tregon që nuk është një vend që kërkon mëshirë. Ne nuk kërkojmë mëshirë, mo. Nuk kemi vend për mëshirë, ne kërkojmë veç respekt ndërsjellë, të sovranitetit tonë, të asaj kush jem, edhe kuptohet partneritet. Pra nuk po kërkojmë për jashtë ku i ma mëshirë si Kosovë. Si që, në ky proces ka shku me shumë mundi prej fillimit, mund kujtohet prej hafin hap, me plot probleme kemi ecë. Edhe para çdo etape kem pas traumat këtilla, traumat të dilemes, po e jo. Pra mos harroni, nuk është një jo për liberalizim, është një skepticizëm e shtinë në rënd ditës në këtë etapë kur po flasim tani. Pra nuk kem marrë na jo për viza, edhe ajo mund t'jetë përgjigja, po nuk e ke marrë atë përgjigje, pra është rrezik me shkuna në konkluzione që mund t'ketë gabime, po mund t'ketë edhe sfida që ka dhe BE-ja në proceset e mbrëmshme, pra mund t'ketë edhe to, edhe korrupsioni, edhe kufitat gjitha, po mund t'jenë edhe vetë proceset tjera që i ka BE. Ju e shihni ne sot kemi marrë për herë parë në historinë e Kosovës së re. Për herë parë që ekzistojmë si shtetë, për herë parë në historinë e marrëdhënieve me Shërbinë kemi marrë një masë mbrojtëse. Pra i kemi vendosur një masë këtë produkteve serbe edhe këtë produkteve të Bosnjës, me përjashtim të ndonjë produkti që është ndërkombëtar edhe që është brendi i huaj. Si kanë ardhur të rrethana deri këtu, për shkak se një pjesë e bashkisë ndërkombëtare, po beson që çdo gjë është tavolina e dialogut. Pra, përfshirë liberalizimin e vizave, mendojnë si temë që du të me shku në tavolinë dialogut, ose ushtrinë kanë mendu që du të me qenë pjesë e kështu me radhë. Mirë për e vërteta është që Serbia ka qasje armiqësore. Në rastet caktume, vendet e botës, një vend që sillet në mënyrë armiqësore, i vendosin sankcione. Si ka vepru dikush me disa vende, ju e dini, s'pej përmendjon, edhe ne, sot e kem ndërmarrë një veprim të tillë, për faktin se kemi për shembull obstruksione dhe t'jashtëligjshme, ka kërcënime ndaj qytetarëve të pafajshëm të Kosovës, pse djali i tyre në këtë rast familje, pse djali i tyre ose vajza e tyre u bë pjesëtar i FSK-s nga Serbia. Ndryshe thonë, kanë mu dramatizu proceset për plot tema, për Kosova mbetet ajo që është, pra nuk ka lëkundje që ne do të ecim përpara si Kosovë. Kush humb nëse Kosova bëhet antare e Interpolit? Nuk humb policia, as e Serbisë, as e ndonjë shteti. Humb krimi. Pra ata janë pastaj në
në minosh. Faleminderit. A thonë drejtën, ata raportojnë, pra nuk është që raportojnë, vinë në konsultat tonë, pas çdo vizite, çdo ministër, kur shkon dikon, si të kthehet vjen, se na bojmë takime një me një, nuk është takimi i qeverisë, edhe bisedojmë për shkumje, për ardhje, për tema, për çka po ndodhen, kohën kur po flasim, që uranin e kemi në Gjermani, e diçka është agenda, e diçka të bo, Uran Ismaili, jemi përpjekje me fruni projekt për shpitalin në Prizhen, po nuk është bonda është tani publikimi raporte me shkrim, ose nuk është praktiku raporte me shkrim, po raportojnë. Mund ndohë që më ka ikë në vizitë, më ka raportu në i kështë diçka, por në shumicën e rasteve raportojnë gëresht. Ja, shumë merë kohë ashtu. Nëse e praktikoj ato, është e pa mujshme mu me punu, se tash vjeqët kush e ta merë fjallën aty ta hupë, s'po di sa kohë. Po. Mundesh me na tregu nëse veç i kanë dëgju këto deklaratat e kancelarit Austrisë, cilat kanë qenë më shqetësuese për juve, sepse në publik jam pa shumë shqetësuese për krejt ato çka ka thonë ai, për shkak se ai tha direkt që as shkëmbimi i territoreve, as korrigjimi i kufirëve nuk bën më përjashtu. Që në përbindjen time, ajo ide unë kom tregu, ka vdek. Ideja e nuk kërkush si mundesh një ditë, be i thonë Kosovës, se ato mjek labjen një ditë. Si mundet dikush me dalë me i thonë Kosovës, e keni njohje nga Serbia, veç do të mjaftë tokë. A besoni që ndohë kështu në Kosovë? Pra s'mundesh në pak kufi me vazhdu me folë për do opcionet caktume pa e zbulu të vërtetën. E vërteta e këtë tyre skenarve në fund është muj me ble njohjen për i Serbisë nëse jafim do tokë. Pra nëse jafim do territor. Po problemi është të tërkon, kur hap ti territorin tonë për diskutim mo si asaj që je deklaru njerë. Aja po, në të rast nuk ja i shtet. E to është këtë procese që shkojnë në reciklim edhe kryojnë trazhira në Balkan. I kem pa në të kalumen. Pra nuk ka dileme edhe nuk është mirë mu mërzit kërkush. Nështë kancelari dhe thot, se thot, sostetia i me qitë ty kushte, që shdo mi mriti marveshen. Pa i nuk po insiston, nuk po që është vjede aty në preferume, kërkush. Pra nuk e shak ta, po tham mu mërzit, përshka që a ide ka vdek. Pra imaginoni ju Kosovën, kur duhet me dalë dikush me i thonë Kosovë, s'po bon pa njohje me Serbin, po jep një ju një pjesë vereut, se ju një Serbia. A me ndoni se kjo ndohë në Kosovën tonë? Duke qenë kështu, duke ditë çka rezulton me ta, që rezulton në zhvillime tragjike, atëherë kuptohet që nuk do të ndohen ato. Po dhe një gjë, nuk do të rrim pa kufi, pa kundërreagim ndaj çështjes Serbisë ndaj Kosovës. Ne jemi për dialog, por megjithatë jemi vetvetja. Janë 100 milion euro që i bën Serbia pare në tregun tonë, në Kosovë, me pare tonat, ata po i ndërmarrin me frime që po i ndërmarrin. Nëse se kanë marrë mshimin sot në këtë vendim të qeverisë, ju siguroj që na kemi me qëndru. Pra kemi qëndru në to qëndrimet të tilla, afat gjatë. Edhe jam thellë i bindur që do të ndodhë reflektimi, se dhe i tash Kosova se ka përdorë këtë kartë. Pra këto janë sanksione ekonomike që kemë bërë sot. Nuk kemë dalë krejt hyrjen e madhrave, se ajo ka përsekucione tjera, ose efekte tjera, po ne çdo madhe që hyn prej Serbisë, nga sot i kemi vu 10%, pra taks shtesh. Me këte, çdo madhe që hyn nga Serbia, sot është i pa konkurrueshëm tregun tonë më. Hera parë ka ndodhur, ta shohim si po shkojnë këto procese, nëse kanë luksin me vazhdu kështu, vazhdojnë. Faleminderit.